Mirëmbrëma miq të Radio Televizionit Korça, jemi rikthyer si çdo të njëjtën në emisionin Thash e them sport me mua Enean dhe Petrikën. Mirëmbrëma Petrika. Mirëmbrëma Enea, kënaqësi që ndajmë së bashku këtë emision dhe këtë orë këtu në RTSH Korça, ku ne flasim për sportin dhe të gjithë na ndjekin me kërshërim dhe me pasion. Po, interesante në fakt, sepse feedbacku është I veçantë, duke parë edhe telefonatat e shpeshta që kemi për këto 60 minuta, besoj dhe sot do të kemi telefonues, sepse në fakt edhe tema ku do të fokusohemi për gjatë këtyre 60 minutave do të jetë paksa delikate, ndryshe nga herët e tjera, sepse kësaj here futbolli do dal pak në plan të dytë, sepse e ka marrë vëmendje një ngjarje shëmtuar që ka ndodhur ditën e djeshme. Dhe ne do të flasim gjëre gjatë në fakt, do t'i prekim po thuajse të gjitha ato se çfarë ka ndodhur, do të përpiqemi të sillim edhe detaje dhe informacione shtesë pse dhe si kanë ndodhur të gjitha, por që patjetër do të presim edhe telefonues nga vende të ndryshme të Shqipërisë, të cilët mund të ndajnë me ne opinionet e tyre. Fillimisht tani do ta nisim siç e thash me atë që ndodhi. Nuk është ndeshje futbolli, është del nga konteksti. Çfarë mund thua? Si mund ta quajmë? Del nga konteksti ndeshjes futbollit, u mbet çdo kënaqësi ose çdo feedback I lojës. Ne ishim reatuar dhe po prisim fillonte ndeshja. Po, dhe futbollistët kanë shkuar për të luajtur, pra duke hequr ato akuzat e provokimeve, Skënderbeu s'ka nevojë të provokojë asnjë ekip. Ka dhe nga ata që nuk e kanë idenë, domethënë se ndoshta se nuk janë të updetuar se çfarë ka ndodhur. Ndeshja Iliria Skënderbeu, pra në fushkruj, nuk është zhvilluar, nuk ka arritur dot të zhvillohet për shkak se përpara ndeshjes, vetëm 30 minuta përpara se të fillonte ndeshja, teksa lojtarët po bëheshin gati për të dalë në nxemjen para sfidës, ka pasur një përplasje mes stafit dhe lojtarëve të fushkrujës, pra të ekipit të Iliris, dhe disa prej lojtarëve të Skënderbeut, përfshir këtu dhe trajnerin Ernest Gjoka. Kanë qenë 4 futbollistë, të cilët paktën nga sa pretendohet nga ana e ekipit klubit korçar janë dhunuar nga stafi dhe lojtarët e Iliris. Ka pasur fraktura në trupin e tyre, në fytyrë dhe në trup, kështu që Skënderbeu, stafi, ekipi, klubi, pasi janë konsultuar dhe njëherë me njëri tjetrin të gjithë, kanë vendosur që ta braktisin ndeshjen dhe të mos e zhvillojnë. Kjo ka ndodhur dhe para këtij fakti jemi aktualisht. Madje kur tensioni rritet në këtë lloj forme, është e pamundur që lojtarët të dalin në fushën e lojës, sepse do vazhdonte të ndishte e njëjta psikologji dhe e njëjta do të ndikonte patjetër dhe madje edhe në fushën e lojës ata nuk ishin të sigurt se çfarë mund të ndodhte, pra nuk mund të flitet më për një ndeshje futbolli, sepse ata do mendonin dhe pjesën kur të mbaronte ndeshja ose kur të mbaronte pjesë e parë, sepse nëse luanin për të fituar dhe nëse merrnin fitoren, atëherë do kush e di si do të agravonte më tepër situata. Nuk e di pse ndodhi kjo, unë faktikisht pse ndodhi, ne dhe në emisionet të tjera e kam çekur pak. Po ne I druheshim, e kemi folur që kategori e parë këtë. Jo, nuk është puna e kategorisë së parë, është veçanërisht për fushën ku luhet në stadiumin Redi Maloku, ku luan Kastrioti, ku luan dhe Iliria, pra luan të dy ekipet. Po edhe vetë pak kjo ligë, ky kampionat e ka pak të e ka namin pak më të keq. Në 2025-ën ndodhin, jo, këtë kemi folur dhe ndodhi, pse se s'ndodhin as në Gjirokastër, nuk të ndodhin as në Burrel. Kur themon ndodhin, duket sikur ju jap të drejtë që le të ndodhin, se e kanë fjalën që ka ndodhur, do ndodhin, nuk I shmangen dot. Nuk mund të ndodh tani në 2025 të shkosh për të luajtur futbollet të përfundosh në grusht. Okej, tani për futboll amator nuk. Okej, unë I lutem regjis të bëj gati kronikën e përgatitur në edicionin e sotëm informativ në Radio Televizionin Korça për të na paraqitur edhe një herë tjetër, jo vetëm neve, por edhe gjithë atyre që po na ndjekin në këto momente, se çfarë ka ndodhur realisht në 30 minuta para se të fillonte ndeshja Iliria Skënderbeu. E ndjekim. Iliria Skënderbeu e parashikuar për të zhvilluar në ora 13:30 në stadiumin Redi Maloku në Fushkruj është anulluar. Dhe kjo, të paktën sipas burimeve të RTSH Sport, për shkak të një incidenti, ndërsa janë dhunuar 3 futbollistë bardhë kuq. Bëhet fjalë për Nasër, Gjata dhe Ukiqi, por ndërkohë pretendohet që është prekur dhe trajneri Ernest Gjoka. Gjithçka ka ndodhur në momentin kur lojtarët po hynin në dhomat e zhveshjes, ndërsa goditjet kanë ardhur nga lojtarë pjesëtar të stafit kundërshtar. Megjithatë është lajmëruar Federata Shqiptare e Futbollit, teksa në stadium kanë pritur dhe forcat e rendit të Fushkrujës. Para këtë situatë,
teksa Skënderbeu nuk ka pranuar të luajë. Institucioni më i lartë i topkëmbës shqiptar ka njoftuar se ndeshja nuk është zhvilluar për shkak të shqetësimeve të raportuar lidhur me kushtet e sigurisë. Sipas informacioneve paraprake, në momentin e mbërritjes së ekipit të Skënderbeut në stadium, mësohet se ka pasur një incident mes lojtarëve dhe stafit të klubit Iliria, ku dyshohet se janë përfshirë dhe në konfrontime fizike. Për shkak të këtyre rrethanave dhe problematikave të ngritura për sigurinë, është vendosur që ndeshja të mos luhet. Çështja do të shqyrtohet nga Komisionet Juridike të Federatës Shqiptare të Futbollit, të cilat do të marrin vendimin përfundimtar lidhur me këtë ndeshje, thuhet në komunikatën e Federatës Shqiptare të Futbollit. Kurse për Skënderbeun, që ka dalë me njoftim në rrjetet sociale, ky nuk është futboll. Në këto kushte nuk mund të luhet futboll. Në kohë shmikpritja është kult, ndaj të njëjtën gjë presim edhe ne nga ekipet kundërshtare. Po ndërkohë Iliria, me një tjetër postim në rrjetet sociale, ka hedhur gjithçka poshtë për sa i përket dhunës së ushtruar ndaj skuadrës koçare. Klubi i futbollit Iliria sqaron opinionin publik, tifozët dhe institucionet përgjegjëse se në stadiumin Eridi Maloku, gjatë ndeshjes me Skënderbeun, nuk ka ndodhur asnjë akt dhune apo incident. Çdo pretendim i kundërt është plotësisht i pavërtetë dhe përbën përpjekje për të krijuar tension të panevojshëm rreth klubit tonë. Çdo aludim për dhunën në stadium është një justifikim i pajustifikuar, i cili cënohet nga fakti se terreni ishte i rënduar për shkak të kusheve atmosferike, gjë që mund të kenë ndikuar në pakënaqësinë sportive, por jo në sjellje të dhunshme, të cilat nuk kanë ekzistuar. Gjatë mbërritjes së ekipit të Skënderbeut në stadium, në ambientet e jashtme dhe të brendshme ishin të pranishme forcat e policisë së shtetit dhe njësia Shqiponia, të cilat garantuan rendin dhe sigurinë. Në asnjë moment nuk ka pasur incident, konflikt apo situatë të pakontrolluar, nënvizon komunikatën e skuadrës fushkruese. Megjithatë, tashmë Iliria Skënderbeu do të jetë pjesë e analizës dhe vendimit në Komisionin e Disiplinës dhe Etikës në Federatën Shqiptare të Futbollit. Ndërkohë, për ngjarjen e ndodhur në stadiumin Eridi Maloku, ka ardhur dhe reagimi i shefit të klubit Skënderbeu, Ardi Gjançi, në emisionin Supergol. Realisht ishte një situatë e paparashikueshme, të cilën ne as nuk e prisim dhe as nuk e imagjinonim. Ishte një rast dhe një situatë e paprecedent fare. Për të qenë sinqertë dhe për të treguar me përpikmëri se çfarë ndodhi, unë në momentet e incidentit, unë po diskutoja me shefin e komisariatit për çështjen e rendit atje në hyrje të stadiumit të Fushkrujës. Kur dëgjoj disa zhurma dhe të ulëritura afër dhomave të zhveshjes. Vrapoj të shikoj se çfarë ndodhi dhe konstatoj nga futbollistët Saleh Nasër, Salim Abubakar, Mario Gjata dhe Altinu Kiqi, të cilët ishin dhunuar nga futbollistët dhe stafi i ekipit të Fushkrujës. Është pak a shumë rezumeja që kolegu jon Gjergj Vyshka na solli se çfarë ka ndodhur, fakt edhe nga pamjet apo dhe qoftë edhe brenda stadiumit, edhe ajo fusha apo pastaj jashtë stadiumit, policia, motora, autobusi, lojtarë që vraponin, domethënë vetëm për futboll nuk mund të flitet. Madje dhe është për të ardhur keq. Madje ka folur dhe trajneri Gjoka dhe ai është në të njëjtën, domethënë foli atë që kishte ndodhur dhe e tregoi dhe me detaje ngjarjen, ku tregoi dhe për Saleh Nasër që ishte rrëzuar në tokë, kishte një frakturë në mbrapa koke dhe pjesa e buzës ishte e çuditshme në fakt. Kjo që po i ndodh, se unë më kujtua dhe që ka pasur një rast, madje nga stafi i Iliris tani, se ne jemi për të folur vërtet për atë që ka ndodhur dhe po të shikoj reagimet e stafit të Iliris apo dhe presidentit të Iliris, thoshte që egzageruan koçarët, thoshin ata na provokuan dhe e bën dramë. Shiko, është rasti i dytë që Saleh Nasër dhunohet në vendin tonë në këto muaj qëndrimit të skuadrës Skënderbeut. Era e parë ishte për tjetër punë, është del jashtë kontekstit të futbollit, sepse nuk po luaj, domethënë ishte jashtë. Është vërtet provokator ky Nasër si lojtar? Nuk është puna, domethënë rastin e parë unë dua ta diferencoj nga ky i dyti. Nëse këtu ka bërë një provokim ose ka bërë ndonjë diçka përsëri, nuk është etike që ky lojtar të dhunohet. Domethënë është jashtë çdo lloj etike, pra çdo lloj standardi të futbollit. Çfarë provokimi mund të ketë bërë? Çfarë do të ketë bërë, pra? Provokimi nuk është që ti të kthehesh me dhunë. Gjithsesi, unë po them,
dhe në emisionet e tjera dhe këtu në bashk ne kemi cituar që në fushkruj është shumë e vështirë të ketë futboll të pastër. Ka patur gjithmonë elemente, ka patur ngjarje gjithmonë të cilat kulmuan me këtë që i ndodhi Skënderbeut dhe fatkeqësisht që i ndodhi Skënderbeut. Gjithsesi fatkeqësi do ishte për këto. Por ja që ndodhi sepse Skënderbeu është në vend të parë, Iliria do ato pikët për të shkuar drejt vendit të dytë ose të tretë ku ka dhe objektivin dhe i ndodh Skënderbeut kjo që nuk duhet i ndodhte. Dhe këtu s'flasim më pastaj për futboll sepse ka arritur deri në atë pikë sa këta kanë shkuar tek pika Zh. Tani se si mbrohen dhe se çfarë thon, pastaj kalon në pjesë thashë themesh dhe kalon në pjesë e kemi ne topin tash po e kalojmë Juve nga dhe tha shumë bukur drejtori klub Ardi Gjançi. Jo Ardi Gjançi, zdans për shtyp që doli për një konferencë për shtyp përpara pak orësh. Ilirian Përmeti. Në fakt, me që ti e përmendën, në fakt e kemi dhe deklaratën e freskët fare të drejtorit të Skënderbeut, Ilirian Përmetit, i cili sot në mesditë ka bërë një reagim zyrtar përpara mediave, duke treguar me detaja atë që ka ndodhur, nuk ka dashur Përmeti që ta rëndoi situatën, ai ka thënë që vetëm ato që ndodhi. Më shumë ka treguar thjesht realisht atë që ndodhi dhe më shumë ka dashur të bëjë një thirrje apo një sensibilizim për t'u treguar gjithëve që këto episode nuk i shërbejnë futbollit. E ndikim ndërkohë dhe reagimin e Ilirian Përmetit dhe rikthehemi sërish në studio. Jam këtu për të treguar atë çfarë ndodhi. Dhe është shumë e thjeshtë me kuptimin e mirë, pasi atje nuk është se ishin të gjithë atë situatë që e panë, ishin gjithë ekipi, ishte gjithë stafi, ishim dhe ne drejtuesit. Ekipi ka hyrë në zonën teknike quhet me gjuhën sportive, në dhomat e çveshjes, parandeshjes, dhe atje ka pasur një përplasje fizike e cila është ushtruar dhunë nga disa lojtarë të ekipit të Ilirias, nga zyrtarët të ekipit të Ilirias, dhe kjo është thjesht e vërtetueshme, pasi kur kemi parë lojtarët tanë, 4-5 lojtarët tanë, ata kanë pasur shenja në trup dhe në pjesën e fytyrës. Nuk mendoj se duhet që të diskutohet ka gjatë, pasi është e verifikueshme nëpërmjet sistemit të kamerave që është i domosdoshëm në çdo stadium. Natyrisht në këto kushte, duke u konsultuar me lojtarët, duke parë situatën e tyre, duke parë shqetësimin e tyre, klubi ka kërkuar një sqarim drejtuesit e KFI Ilirias. Duke folur me KFI Ilirian, natyrisht me qetësi, me gjakthutësi, për të ditur pse ndodhi, si qysh, edhe pse nuk dua të paragjykoj ata, pretendimi i tyre që ka erdhur me provokimet e trajnerit apo shumë të tjera. E vërteta reale është që lojtarët ishin me shenja në trup dhe në këtë moment ishte e pamundur zhvillimi i ndeshjes. Kjo në fakt deklarata e shefit të klubit të Skënderbeut, Ilirian Përmeti, i cili ka treguar në fakt ai vihet re në fakt që nuk është se Skënderbeu ka dhe ndonjë pretendim, thjesht i vjen keq që pse duhet të ndodhte kjo ngjarje. Pra, jemi para se të nisim edhe me një analizë, edhe se ne duhet të sillim versionet e të dyjave. E tham që te Iliria pretendojnë që ka pasur provokime dhe është egzageruar, ndërsa tek klubi Skënderbeut sapo e dëgjuam Ilirian Përmetin që thotë nuk kemi bërë asgjë, jemi goditur. Ilirian Përmeti ka thënë edhe këtë pjesën që nga pala jo akuzuese, por në po themi atë që na ndodhi, kalojmë në palë të akuzuar. Pra ata na kalojnë në neve stafetën duke na thënë që ishte egzageruar, nuk kishte gjë, po pra, domethënë s'ka kuptim fare ajo që thon ata. Gjithsesi është shumë për të ardhur keq dhe është situatë e paralajmëruar nga të gjithë. Janë dhe pamjet, regjia mund na ndihmojë dhe me disa pamje të futbollistëve të dëmtuar, të cilët qartë as di kanë fraktura në trupin e tyre dhe nuk besoj se ato fraktura janë bërë duke u përplasur te dera e
dhomës të zhveshjes apo te hyrja e stadiumit. Kështu që ka një edhe këtu ishte momenti paniku. Kjo situatë është e paralajmëruar për faktin se nëse luan në stadiumin e Fushkruajës, arbitrat nuk janë të sigurt. Madje në ndeshjen me Skënderbeut ne kemi cituar që ata shkuan dhe e kapën arbitrin për fyti. Që të kap një lojtar për fyti arbitrin, këtu do të thotë që s'ka më futboll dhe duhet të mbaronte ndeshja. Nëse të kujtohet Petrika, edhe në ndeshjen në Korçë, edhe këtu lojtarët e Iliris apo edhe stafi kanë qenë shumë agresiv. Jo, ja ta shpjegoj unë tamam fiks ishte. Po pritam të flas për pjesën e Skënderbeut. Ndërkohë që ti na sqaron dhe ti na flet, unë ftoj regjin të na shfaqë në ekran dhe numrin e telefonit sepse është më interesante kur kemi dhe opinione nga dëgjuesit dhe shikuesit që na ndjekin gjithmonë miq besnik të emisionit. Kështu që le ta bëjmë një bashkëbisedim të përgjithshëm. Pra, po thoja që në ndeshjen kundër në Skënderbeut me Kastriotin, sepse unë kam si nuk e kam si ekip. Aty janë sepse Fushkruaja dhe Kastrioti ose Iliria dhe Kastrioti kushërinjtë e tyre janë sepse në një zonë janë edhe njerëzit e tyre janë. Tash aty në atë stadium u kap arbitri prej fyti. Në atë stadium doli luajti Besa e Kavajës dhe kur ka ndal nga stadiumi këtu s'flasim dot më për futboll. Pra në atë stadium është rasti i tretë dhe i katërt që nuk ka futboll, po ka elemente të cilat prishin bukurinë e futbollit. Ndërkohë që sa i takon ndeshjes në stadiumin tonë, kanë qenë 6 tifozë ose 6 pjesëtar të klubit, nuk e di të cilët këta 6 qëndronin në tribunën tonë. Dhe në ndeshjen e parë, në stadiumin tonë dhe presionin që ata njerëz po shkaktonin ndaj futbollistëve tan, futbollistëve të stolit. 6 persona nuk ndaleshin sa trupa ata kështu, që ta them tamam, e kupton? Ata e të fusnin të merin dhe të sharat, më thënë një reagim skandaloz i atyre personave që ishte. Unë jam te zyra e gazetarëve, po nuk i kam shumë larg dhe ata të sharat që ata bënin detyruan presidentin Taka dhe kryetarin e bashkisë Sotiraq Filo të largoheshin nga stadiumi për shkak të ndonjë konflikti të mundshëm. Jo se do konfrontoheshin ata, po që nuk ndihet, domethënë mos ndihet presidenti i klubit të paraatshëm, domethënë. Tash ne i ftojmë, vinë në stadium të shikojnë ndeshjen, kush do të ishin, qoftë kushërin, qoftë pjesëtar të klubit, qoftë tifoz të thjeshtë, ajo sjellje është e papranueshme. Dhe unë kam shkëmbyer disa batuta me mikun tim me Brendonin që jemi te emisioni sporti Romeo Zenzifi dhe i kam thënë, po mirë, mo këta këtu i thash dhe shiko çfarë bën këta tani. Shkaktuan gjithë të kaos në tribunë. Shko kur të vëmë ande dhe faktikisht vajtëm te ndeshja ande dhe ndodhi një që, domethënë këtë se prisnim, jo se prisnim, mo po jemi në vitin 2025 dhe unë nuk dua. Është gjunatë ndodhi këtu pavarësisht se jemi kategori të parë, çan si ka. Kategori e dytë kam parë që ndodhin dhe do ndodhin, okay. Po tash jemi Skënderbeu, jemi një klub që u jemi mësuar shumë ndryshe në kategorinë superiore dhe në pasqyrën tonë europiane. Pra, nuk mund t'i pranojmë më këto, na duken shumë gjëra të çuditshme këto ndodhin, nuk e di domethënë është turp për Shqipërinë që i ndodhin këto gjëra në kategorinë e parë. Dhe të ketë një stadium që mos të dalë delegati i federatës dhe mos jap raportin e saktë, të dalë arbitri, nuk do dhe asgjë, thot arbitrin e zon nga Gryka. Pra, ndodhin disa gjëra të cilat e sillin dhe nxjerrin këtu ku ndodhi ditën e djeshme dhe që dalin komplet. Domethënë paralajmëroj dhe në fund ndodh gjema. Po, ndodh pati. Ndodh dhe tani dalin dhe justifikojnë. S'ka ndodhur asgjë as për treguar ata kamerat. Haroje ti tani të shikoj. Jo policia dhe aty po. Nuk punojnë kamerat. Asgjë mos ka kamera, madje kamerat mund të jenë fare të palidhura. Thjesht janë se duhet të jenë aty dhe nuk mos ketë fare regjistrime, kupton? Po edhe ti ket kamera, ti kanë zhdukur ata tani haroj. Aty tani ka patur delegat vëzhgues. Këtu qëndron problemi tani. Këtu qëndron problemi i federatës tonë. Ka parë të gjitha se çfarë ka ndodhur, edhe jemi përpara një fakti. Pak a shumë situata shikohet se pretendimet tani asnjëri nuk e pranon fajin 100%. Thotë okay, unë e bëra, po ti kishe fajin. Shkoj në burg thotë jam i pafajshëm tash. Kështu që ne nuk pretendojmë që ata ta pranojnë fajin. Shiko, këtu është problemi i madh tani, fillon që nga federata. Okay. Tani çfarë duhet të ndodhë? Ja çfarë tash jetë të shpjegoj diçka. Do mirëprisja ndërkohë edhe ndonjë telefonat, nëse do ishte e mundur, nëse do të kemi telefonat, i lutem regjist ta fus më njëherë në linjë sepse më pëlqen që të dëgjoj opinione edhe nga qytetarët e thjeshtë apo tifozët e thjeshtë
thjesht le të mos jenë edhe madje mirë do ishte mos jenë nga Korça, sepse ndoshta mund ta gjykonin mund ta gjykonin më me gjaktësi. Shiko, të them diçka. Tani këtu që ku qëndron problemi federatës. Sepse federatën po propagandohet në mënyrë të tillë si një punë jashtëzakonshme që ka arritur deri këtu ku ka arritur. Na futi kombëtare në botror. Se futi kombëtare apo unë them atë tani se futi Aslani. Nuk të futi ke një mërim. Jo, nuk është puna atje. Po federata tani. Federata në kategori të dytë, pa vetëm në kategori të parë. Tashi penalti ashiqare, fare, të padhëna nga arbitri, duket që arbitri bën që është tendencios për një ekip. Në kategorinë e dytë, në ndeshjet që ka patur ekipi Devollit, se i ndjek ekipin e Devollit, edhe kam parë dhe nga miqtë dhe nga profesor Kaplani i cili i ndjek edhe ai, kam parë disa penalti dhe disa vendime arbitrash të cilat qesharake fare. Jo qesharake, po kalon absurditetin, e kupton, kalon absurditetin tani. Ishte një rast, madje këto kanë ndodhur në kategorinë e dytë. Tash i vim në kategorinë e parë. Ishte luftëtari Bureli, mos gaboj. Puka. Po tani pse pritje të tregoj diçka do dalësh tani se sikur po ishte një penalti tani. Ky lojtari që ishte në zonë rrëzohej, ishte mbrojtës, ai jepte penalti për ekipin tjetër. Pra, ku duhet dalte delegatët që janë federata po delegatë e federatës të cilët nuk kanë bërë një raport të saktë. Ore, bëj raportin si zhnof, tash këto e marrin raportin e firmosin pa para asgjë se çfarë ndodh, pa shkojnë aty apo shkojnë fare. Ato janë të gatshme mund, ku se di ndeshja u zhvilluan, si mund të jenë ato janë si në kohën e komunizmit. Ndeshja u zhvilluan në mënyrë perfekte, nuk pati asnjë incident. Arbitri mori vendime të sakta, edhe i fut firmën ai, mbaron muhabeti. Edhe kështu. Okej, Lermon dal, nuk na duhet kategori 2. Po jo mos e vinë këto janë të gjitha, jo kategori 2, më kategori e parë. Tani çfarë do ndodh më? Tash kategori 2, kategori e parë. Skënderbeu pretendon 3 pikët. Prandaj më prit se do shkojmë aty, po puna është këtu që këto vinë në zinxhir, vinë bashkë, përderisa ti nuk merr masa për një arbitër i cili duket që ka anshmëri, ose krye një lloj jetimi të vogël të shikosh nga cila nga del kush i ka dhënë ato lekë, gjitha drejt paras në vërtetë. Tash ku ti shikon këta delegatë të cilët nuk të japin raportin e dur për atë ndeshje dhe dhe sidomos në stadiumin Redi Maloku që nuk është zhvilluar pothuajse asnjë ndeshje në kufit të normales. Po pra, në normalitet ajo shkon deri në 60%, e kupton? Kjo është ideja. Edhe tash kur ky gabimi shtohet, vjen deri këtu tani që këta të godasin edhe me grusht, të mbrohen edhe nga krau tjetër, edhe në fund fare ti gjen as kamera asgjë, e mos e një provokim i thjesht ishte, nuk ishte asgjë. Sikur nuk e dim ne se çfarë ndodh në atë stadium. Sikur nuk e di delegati, sikur nuk e di federata. Tash ku t'ia thonë këto? Se kuptoj. Nuk e kuptoj, thot Petrika, dhe ndërkohë nuk e dim se si do të reagoj ose çfarë mendimi do të ketë telefonuesi që është bashkuar tani me emisionin Thashë Them Sport. E mirpresim ndërkohë, alo urdhroni. E kemi një telefonat, më duket, alo? Po është larguar më sa shkoj. Okej. Mbas të telefonon sërish. Pra, vazhdon ai zinxhiri. Jo, unë e kuptoj shqetësimin që ti ngre dhe është pa dyshim shumë real si shqetësim, sepse nëse delegati nuk mban raportin siç duhet të një ndeshje futbolli, mbarvajtjen e saj. Delegati vëzhguesi, arbitri 4, të gjithë këta. Delegati ka rolin kryesor. Po dakord, pra, kush do ta ketë? Pse është fare aty domethënë, çdo aty. Po jo, aty është. Mos e ja, e di pse. Po aty është rolin. Ai do pa marr pagesën, çdo gjë. Domethënë nuk ja vetëm për mos lejuar gazetarët në stadium apo për ata duhet të shikojnë mbarvajtjen e ndeshjes, vetëm atë punë. Gatshme tani, po ne na lejojë të themi domethënë kështu fjalë më tepër orë, edhe pse në fund të fundit dhe justifikojmë, po na kërcënoi ndonjë njerëz që na thotë që keni këto që thoni, e kupton? Edhe ne jemi në rregull mos. Au po të them delegatët i marrin ato si në kohën e komunizmit, e pranon fajin, e pranoi thot ai. Ke vrarë, kanë vrarë, ke bër këtë, kanë bër, edhe këta. Ndeshja zhvillua mirë, u bë mirë dhe kështu delegati. Çfarë do ndodh tani? Tani çfarë do ndodh? Skënderbeu logjikisht. Ndeshja nuk u zhvillua. Patjetër. Dhe deri në këto momente kur një skuadër nuk paraqitet automatikisht e ka të humbur ndeshjen. E ka të humbur ndeshjen dhe deri në fazën që jemi pa u vërtetuar incidente, dhuna, ato që pretendohet nga skuadra e Skënderbeut që ka ndodhur. Skënderbeu e ka të humbur ndeshjen 3-0. E ka të humbur ndeshjen në momentin që s'ke dalë. Ne kemi tani telefonatën, ndërkohë dhe e mirpresim. Alo, urdhro. Alo.
Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, po na dëgjoni të besoj, ishim duke folur për në lidhje me dhunën ndaj Skënderbeut. Po. Po. Unë do të thosha që komplet kjo është e dirigjuar. Nga kush? Na dëgjoni nga telefoni, fikeni ulani zërin televizorit dhe na dëgjoni vetëm nga telefoni që ta bëjmë bisedën më normale. Po, të mbyllur e ka. Po. Atëherë çuna edhe një tjetër për dhunën aty. Po nga kush është dirigjuar? Kush e ka dirigjuar? Nga segmentet të caktuar që nuk ja duan të mirën Skënderbeut. Po kush janë për shembull? Kush? Pjesërisht brenda federatës, edhe nga segmentet të tjera. Segmentet duke përfshirë të gjithë organizatorët e aktivitetit që bëhet atje. Se nuk ka mundësi, domethënë që të fillojë dhuna pa filluar ndeshja. Jo, kjo nuk është e orkestruar kundra Skënderbeut. Ky është problem që ata nëpërmjet presionit dhe nëpërmjet kërcënimeve dhe nëpërmjet këtyre gjërave, ata duan që të futin në ekipi kundërshtar atë lloj frikën ose si të thuash mos jenë të qetë në lojë. Dhe këta e bëjnë me çdo ekip, si Kastrioti, si Iliria. Dhe kështu ndërsa te Skënderbeu, meqense këta janë kampionë, thanë janë të parët, këtyre të futin me nga i grusht. Noti Petrika tani. Neve jemi të indinjuar si sportdashët e Skënderbeut dhe si tifoza, por edhe që ngjetë mos marrën masa. Kjo do vej shumë trashë se këta po prishin garën, prishin aktivitetin, prishin kulturën, prishin... Po me shpellar nuk bëhet, me shpellar. E drejta, jo, është e drejt. Po me shpellar nuk bëhet, duhet ndarë këta. Shpellarët, o Petrika, më falë se s'duhet ju marrë minuta. S'ka problem. Shpellarët të bëjnë një aktivitet me shpellarët. Dhe si fitus të kupës të marrë një shpelë dhe të hynë atje të Lozënvalle, çfarë do të bëjnë? Ka nuk bën. Jo, kjo është fakt të drejtë sepse nuk është faleminderit për telefonatën. Sporti është për ti bashkuar njerëzit, jo për të na still akte dhune, kështu që ke të drejtë. Nuk bën. Shko në Kruje, sher. Shko në Burrel, sher. Shko në Peskopi, ashtu. Shko në Laç, ashtu. Shko në po përse na çojnë nga veri u këta ne? Ne më mirë logën të vetë me gramozin, me këto mjaj, kemi bolli, kemi këton. Mi faleminderit për telefonatën. Ai i federatës, ai duhet të ndroj formula. Duhet të ndroj formula sepse shkatruar dhe njerëzit din nga... Të falenderojmë zotri, e kuptuam logjikën që keni. Po përse ta çaj buzën këtu në këta shpellarë, këta me 2 maj, këta. Faleminderit, shpresojmë të dëgjohemi sërish, të urojmë gjithë të mirat. Pra një indinjatë, nese, në fillim e nisi si një spektro si kundra Skënderbeut, po një indinjatë që tifozët kanë të gjithë të drejtën e botës. Skënderbeut mund t'i ndodhte çdo ekip. Ka ndodhur. Dhe ju kanë ndodhur. Që kanë ndodhur, po të them, kanë vajtur këto ekipet e tjera luftëtarë, këto e kanë rënë pre asaj e këtij presioni, ndoshta s'ka kaluar në dhunë fizike, po. Po. Urdhroni. Alo. Po. Fusha e Liris, po ne jemi ne. Petrika, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju uroj emision të mbarë. Faleminderit. Dëgjoj, do të them vetëm një mendimin tim, pa mund ta kem keq. Po turp të ketë ai presidenti i Lirisë, që na bëri ne Korçarëve, të ketë turp Korçarë sa që e bën dramata. Turp të ketë ai thuaj, sa i pas ka qenë një ignorantare. Desha të brotë djemtë e tij. Mira, ashtu i takon të flasë dhe ati tani. Për vendimin tim, komisioni i fshmës duhet ta shkrijë fara atë ekip. Po, dhe unë këtu them, nuk duhet të ketë ndeshje aty. Duhet të shkrijë fare, se kush vete atje, çdo skuadër që vete, vetëm shere do ketë. Probleme të mëdha do ketë. E kuptoj. Ai shkrin dot po. Nuk do të thonë as kush për futboll, si e mban federata shqiptare atë ekip ta tillë. Ç'është kjo, turp i veut. Edhe thotë turp të ketë koça, thotë që e bëri dramë, thotë. Po si s'do të bëj dramë unë? O presidenti Maskaraj, Okej, pa ofendime, se ne nuk na... Jam shumë irrituar, të bëfalish, po jam shumë irrituar. Të drejt, ke të drejt në të gjitha, edhe ne në të mendim me ju jemi, po nuk na takon të flasim në këtë lloj forme. Mirë, dakor, ta shosh Petrika, po unë e shfaq
Mirë ban, mirë. Zëri tifozëve ky është. Gjem katon janë të shkëlqyer. Ku din ata më të vrasin njerëz të shajnë më? Ku din ata më janë të edukuar më gjem katon më? Mua më bën përshtypje vërtet ky sjellja e egjiptianit Saleh Nasser. Është një lojtar që jeton në Korçë së bashku me bashkëshorten e tij. Ajo duket që është besimtare devotshme dhe ky sepse është e mbuluar me shami siç e kanë traditën e tyre në fenë e tyre. Jo më tregon, ai bën një jetë shumë të rregullt. Alo. Se ku e tregon, pse kjo e tregon? Po është se ka të shoqë besimtare me shami. Është një lojtar që nuk është problematik fare. Mirë. Pse duhet të bëhet pak provokativ mund të jetë ai. Si po, çdo lojtar, po edhe Neymar ishte pak provokativ. Ore, po pra unë s'po them që është e gabuar kjo. Kemi një tjetër telefonat tani. Alo. Alo. Po. Alo, ju dëgjojmë. Alo, përshëndetje. Po. Alo. Ju dëgjojmë, mund të flisni. Alo, përshëndetje. Unë jam një sportdashës. Nga? Jam një sportdashës. Nga cili qytet? Dhe problemin tim është këtu, duhet që organizatorët të mbajnë përgjegjësi për këto gjëra, një. Dhe e dyta. Po. Në do një skuadër që të sillet mirë, veri Gjoba. Nga Gjoba vinë dinë çdo gjë. Do presim në fakt vendimin e Komisionit të Disiplinës. Veri Gjoba të falimentojë. Dhe Skënderbeut, nga ato gjese që bëri atëherë, pavarësisht se i dollën, u dënua 10 vjet. Dënoi dhe këta dhe ishi fare ka kategoria, shpjerin kategorinë e dytë. Kjo është pak e vështirë të ndodhë. Ndëshkim do ketë, po se çfarë ndëshkimi do ketë, nuk e dim, të shohim vendimin. Kam unë. Dhe një që tjetër. Po. Dhe në stadiumin, në çfarë do stadiumi? Jo tifozat kështu. Veri gjob ekipit, se dhe tifozat janë tifoza. Dhe presidenti dhe bashkë me ata mund të thonë tifoza, mos flisni llafe, mos bëni kështu, se po ti ver Gjoba e sjell në dinë çdo gjë. Okej, faleminderit. Ore që të sqaroj dhe pak opinionin publik pse këto ekipe nuk dënohen dhe pse këto ekipe nuk do vazhdojnë të dënohen. Bëj sqarimin bëj pasi sepse tani është momenti për të shkëputur pak momente publicitet dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë. Do të flasim, kemi ende shumë për të folur se çfarë pritet të ndodh tani, ato që të paktën parashikime se çfarë pritet të ndodh me fatin e kësaj ndeshjes, kush ekip mund ta marr fitoren tavolina, apo ndoshta mund të dojë të luhet sërish, nuk e dim se si do të jetë vendimi, por që do të diskutojmë të gjitha pjesën e dytë të emisionit sepse tani kemi publicitet. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë dhe në fakt e lam tek çfarë do ndodh tani me ndeshjen Iliria Skënderbeu. Do të riluhet sërish, do të dënohet një nga ekipet, do të merret fitoren tavolinë për njëri nga ekipet, apo nuk e dim se çfarë mund të ndodh. Fakt Petrika do të bënte një sqarim. Jo, unë kisha në pjesën tjetër. Pse nuk dënohen këto ekipe? Po, këto ekipe nuk dënohen për arsye sepse ka interesa. Edhe pse dhuna është e përsëritur. Ka interesa ose jo kushtet më minimale, nuk plotësojnë kushtet më minimale. Pse nuk dënohen ose pse nuk largohen ose pse nuk zbriten nga kategoria këto ekipe. Kjo ndodh për shkak të interesave të ngushta të politikës me sportin. Sepse ai deputeti kur vjen kërkon të marr vota, do thotë do ngrejmë këtë bashkinë, do ngrejmë këtë ekipin e futbollit. Apo kështu i bindur tani si mund të bëhet kjo gjë tani, po tani mos e ti si plotson kushtet, po hajmë se flasim me shefin. Edhe e kam po të pyes. Kështu është apo e ke të faktuar ti? 100% mos ai stadium si stadium. Ai është për të kullotur delet. Stadiumi është ai Redi Maloku, s'është stadium ai. Edhe vetë lojtarët kishin patur problematika për stadiumin dhe pastaj ka agravuar situata. Me sa duket kemi telefonat? Po un kam dëshirë që telefonuesit na dëgjojë dhe të bëhet pjesë e diskutimit, se edhe kur e mirpresim kështu si me ceremoni, edhe nëse si na duket. Petrika thotë që stadiumi Redi Maloku nuk i plotson fare kushtet për të luajtur ndeshje futbolli zotri. Alo. Përshëndetje mo. Përshëndetje. Alo. Refit jesh. Alo Refit. Ore. Ore,
do të flisnja vetëm më bëri për shtypja y presidenti, si e ka y Nazmiu i Liris. I Liris. E po bëri i doli për para të keqes për të mbrojtur s'mund t'i ndodhë se ekipit të tia, se masa do meren kërë që ekipit ajo s'diskutohet. Refit, a i tha kështu, e mos sikur çfarë ju bëm korçarve tha, e bën dram fare tha, sikur njeri godit. Njeri rame. Po me t'ju bënin, me t'ju bënin. Çfarë t'ju bënin me? I morën me dru, i morën. Na vjen keq që shohim episode të tilla në vitin 2025. I sinqerti, turpi Korçës, po kishte më budallallek që tha ju dërmat, bo. E po ashtu ja donte puna o Refit, kështu që do mbrohet ai, s'ka çfarë të bëj ai. Ai atë armë kishte të fundit e përdori dha ata. Tani se ne i drejtohemi me emër, po Refiti është një nga tifozët më të veçantë. Televizione bre, si e japin ato televizione, si e japin. Shiko Refit, secili ka të drejtë të thotë mendimin e tij. Secili mund të thotë. Viktimën bënte. E po ashtu e luajti edhe kartën e fundit se s'kemi çfarë të themi tani. Të përshëndesim Refit. Po mirë ma ja të tre dimt janë penalizuar, jo e shapur si ati që në mbrojtësit ati tjetëri të tre janë. Nuk kemi shfartime. Të shohim çfarë vendimi do marrë tani Komisioni i Disiplinës. Pa tjetër që do marrë, ata do dënojnë. Mos i ka që sigurt, I sigurt jam. Jo, mos i ka që sigurt se... Bile në bastas të atyre që ka federata mund të bjerë dhe një kategori më poshtë, po të duan ore, tamam, po të zbatojnë regullat ashtu. Po mirë më, vendimet e tilla janë marrë, pa tjetër kur ka pasur episode si ky, dhunë kaq flagrante, kështu që edhe një vendim i tillë mund të jetë, por vështirë na duket. Jo më... Për të marrë 3 pikë. Do merre 3 pikë që mund se diskutoj dhe ka do dënojë. Këtu jam pak skeptik. Prandaj i doli bëri para pritë. Po pra po, ata do justifikohen me gjitha masa. Për t'i dalë për para së keqes. U tregua ka që ashtu ai. Okej. Refit është i dënuar njërë. Nazmi, si e ka ai, është i dënuar një vit mos marr pjesë në asnjë aktivitet, mos hyrë në stadium. Mirë. Shikojeni ati, ndiqeni, po mos jetë që, është dënuar një vit mos hyrë në stadium. Mund ta ketë plotësuar dënimin. Jo, shikojeni, mos qesh, mos qesh. Jo, po ku qesha o Refit? Që mos qesh thot, nuk qeshun me këto ngjëra, jo, po the mund ta ketë shlyer dënimin, thash, e ka mbaruar edhe është rikthyer. Në fund të këtij sezoni. Dhe në fund të sezonit është i dënuar në po i bie ka shkelur rregullat ai atëre dhe ka thyer dënimin edhe është futur në stadium. Unë isha në stadium po vajta pasaj. Ai se joi ty në as në stadium. Nuk e dim, ka qenë apo s'ka qenë. Refit, të përshëndesim dhe shpresojmë të dëgjojmë sërish. Shko, për të sqaruar edhe pak në këto emisionet e tjera se çfarë u fol, dua ta them edhe këtu te emisionit tonë. Nuk e di, njerëz që ishin pjesëtarë të tribunës, gazetarë, kishin treguar një version të ngjarjes dhe prandaj klubi i Liris ki mori, si të thuash, atë iniciativën për të dalë në media, sepse situata sipas gazetarëve ishte që kanë qenë të pranishëm ishte në këtë lloj forme. Kishin dalë lojtarët e Skënderbeut në nxemje dhe kishin parë që terreni ishte tepër i rënduar dhe kur ishin kthyer te dhomat e zhvesjes kishin folur dhe kishin rritur zarin që këtu nuk luhet, është shumë keq. Ata lojtarët e Iliris kishin dëgjuar të njëjtë këto gjëra dhe ju ku jeni mësuar ju të luani se s'luani në Camp Nou, nuk luani në Bernabeu, çfarë ju duket vetja juve se jeni në vend të parë kështu? Gjëra shqiptare. Llafin, një llaf më shumë ai, një llaf më shumë këta tanë dhe kështu kishte perceptuar situata dhe kanë arritur deri në dhunë pasaj që... Po kështu do niste, kupton, do ketë një pikërisht çdo incident. Pikërisht, ata duhet të ruanin qetësinë se në fund të fundit nuk po shanin ata, po shanin shumë fushën, se kushdo që të vej, unë flas që këtu që nga televizori dhe shikoj, jo futbollisti, bo thot ku do luajm, po Kemba mund të thyet, po Brinja mund të thyet. Kisha dëshirë të dëgjoja një telefonues që nuk është nga Korça, në fakt për të marrë vendim neutral. Parashikojmë ne urdhro. Ne kemi një. Po urdhroni. Ky është Brendon. Brendon jam Dima. Tash tani do dëgjojmë
opinion të saktë. Brendon, donim në fakt dikaj që nuk ishte nga Korça, po fol sikur nuk e nga Korça ti të paktën. Po pastizet, ne nuk flasim se kur jemi nga Korça, ne jemi objektiv, nuk po flasim me tifoz lek, ajo. Jepi, forca, hajde. Ideja është e para. Ajo fushë ka precedent, nëse mbani mend më të fundit s'po iki në precedent më të largët, në 2019, atë vit kur kemi qenë me ekip drejton të Orges Shej atëre që luante ende Vangjeli Radas dhe një pjesë Muzaka dhe një pjesë e Gardës Vjetër me Bregun dhe një pjesë e lojtarëve të rinj që u afronin sezon. Atë sezon kemi pasur shumë probleme. Janë rraur dhe shturmuar autobusi në momentin e drejt hyrjes drejt ai stadiumit, se është një drejtë rrugite ngushtë atje kur shkonte ajo fusha sportive, se stadium se dia mund ta quajmë atë fushën sportive të Fushkrujës. Dhe më pas ka patur probleme edhe me ekipet të tjera, kështu që nuk ka lidhje vetëm me Korçën kjo pjesë që e lidhen atë. Sa për pjesën e dënimit të presidentit të Ilirisë, e dëgjova pak më parë historinë, ai dhe një pjesë familjes së tij pasi dhe djemtë e tij janë futbollistë dhe luajnë atë skuadër, Adolfi dhe 2 djemtë të tjerë. Dhe ideja është u dënuan, po më pas u falën nga federata me këto pezullimet që bëjnë të dënimit të tipit pra ka mbaruar dënimin, pezullohet 6 muaj ose mbetet dënimin në pezull derisa nëse nuk ke rishkelit të tjera. Kurse pjesa e djeshme, domethënë e ngjarjes së djeshme ishte shumë e rëndë, pavarësisht se që një precedent si me ndeshjen e Kastriotin, si me ndeshjet edhe Besa gjithashtu, dhe ne kemi pasur precedente më parë, do të ishte kronika e një ngjarje të paralajmëruar, por që nuk besoj se do ketë masa, pasi po të ishte për të patur masa, federata do ishte marrë me kohë masat, me këtë lloj skuadrash. Dhe sa për pjesën e provokimit që flet presidenti i Ilirisë, presidenti i Ilirisë nuk mund të flasë për provokim dhe nuk mund të përgjigjet me dhunë çdo lloj provokimi, qoftë se komitet lojtarë me njëri tjetrin, nuk mund të shkojnë në atë pikë gjendja një e para dhe e dyta. Ai më shumë po flet në studio, nuk flet me vepra, sepse ideja është latinët kanë një shprehje, verba volant scripta rimane, domethënë e folura fjala fluturon, e shkruara mbetet. Unë di që Salenasri ka bërë padi, domethënë janë në ndjekje penale ata 3 zotrinj atje në Fushkruj. Kështu që nëse do të kishte bërë ndonjë diçka Salenasri, le t'i bënin padi edhe këta. Nëse mendojnë që i ka goditur ai apo në nga s'ka kamera atje, s'ka si ta vërtetojnë. Kamera diskutohet që aty nuk besoj të ketë, po dhe nëse ka ato pamjet kush e di ku merren apo çfarë gjendje janë ato kamerat, edhe sikur të ekzistojnë kështu figurativisht apo për numrat. Kush e di ku kanë ikur, janë fshir kasetat. Brendon, të falenderojmë shumë për ndërhyrjen, për të gjitha sqarimet që na dhe, janë shumë të vlefshme patjetër. Dhe të fundit për ta mbyllur, po të them vetëm këtë gjë, ndeshja me shumë do riluhet, unë nuk besoj të merret mas, maksimumi do të kemë gjobë dhe kështu, por nuk ka ndeshje në tavolinë as për Ilirinë as për ne, ndeshja do riluhet, por në një moment të dytë. Në një moment të dytë dhe ndoshta në një stadium neutral, jo në stadium. Ata në ato të luash, mos them Erol Beni apo Elbasan Arena mund t'i plotsoj kushtet, që të jenë dhomatendara të paktën. Mirë, Brendon, të përshëndesim. Ka suksese, emision të mbarë. Tani në fakt nuk na mbetet gjë tjetër veç se të presim vendimin e Komisionit të Disiplinës, të shohim, shpresojmë mos jetë qesharak, shpresojmë të jetë një vendim i bazuar në argumenta të forta dhe në fakte konkrete. Po ja do shkoj puna prapë te njëri luajtje, se edhe unë me këtë mendim jam që ndeshja nuk do t'i kaloj 3 pikët Skënderbeut. Do të jetë e vështirë nëse ndodh. Dhe të merren masa për ekipin e Fushkrujës, prapë edhe kjo është e vështirë nëse ndodh. Kështu që ne na ngelet vetëm të themi tani që ja lëm në dorë atyre që janë urdhro. Me Petrikën më lizi, me Petrikën. Me muaje. O Petrika. Urdhro. Shëndetje të dyve. Shëndetje. Unë jam ai që marr nga era, jam nga Maliki Borrin Tiranë. Po. Edhe unë kam qenë atje, kam qenë prezencë punë stadiumi. Ore si ka mundsi ti, ku ka atension atje jeti? Si gjoktu jo. Po. Unë kam qenë me Nalikon të dy edhe me Abdullah Duzma dhe kazetar, bashkë. Po na i trego tani çfarë ndodhi, se më mirë se ty asnjëri nuk mund ta di. Ai Nazmi, plera po më dëgjoni me vëmendje. Po mos e tepro me etiketimet. 2 metra i kam takuar lojtarët, e kam futur, jo. E kam Selën, kam futur atë portierin,
edhe Nazmia, i Nazmi Kopacja, ja bande Shante, o Skënderbeu ka shtat kampione, ta shini fotën time, ku unë këtu do të shpije, ta provoni. Nuk e kuptoj, unë se kuptoj çfarë thotë. Na i tregot, o zotri, na i tregon me qetësi. Drejtori sportivi Skënderbeu se ka patur, drejtori sportivi Gjan që ka patur ballë për ballë. Nuk ose ka ndonjë problem me telefonin ose linja ose nuk e di. Ka qenë thot zotria prezent në stadiumin Redi Maloku të Fushkrujës, po nuk po marrin vesh se çfarë ka ndodhur. Megjithëse pak a shumë ne e dim se çfarë ka ndodhur. Edhe e kemi të qartë. Gjithsesi, do të jemi tani në minutat e fundit të emisionit dhe do t'ja dedikojmë në fakt futbollit evropian, sepse jo, para se të kalojmë te futbolli evropian, do luajmë ditën e diel me ekipin e Pogradecit dhe shpresojmë të harohet kjo ngjarje që ndodhi tani. Po do harohet sepse jemi dy vende fshinje dhe patjetër që nuk kemi pasur episode të shëmtuara. Mirë, kjo ndeshje është ndeshje domethënë kryesuesish, sepse mund të them që Pogradeci rivaliteti po është i lartë. Në fundit do të shkojë në vendin e dytë dhe do të vi për fitore në Korçë dhe shpresojmë tani që të ketë kaluar kjo gjendje e tillë e këtyre situatave dhe ekipi të përqendrohet në fushën e lojës për të bërë më të mirën përballë ekipit të Pogradecit që do të jetë një ndeshje e zjarrtë, do thoja, sepse dhe Pogradeci vjen për fitore në fushën tonë dhe ne duhet jemi sa më të qetë për ta përballuar sa më mirë këtë ndeshje. Besoj se stadiumi do të ketë një numër të konsiderueshëm tifozësh sepse është një ndeshje derbi dhe besoj do të ketë edhe tifozë nga Pogradeci. Kemi nevojë në fakt që të lëm këto episodet e dhunës edhe të rikthehemi te futbolli sepse gjitha të presin në fund. Stadiumi toni ka të gjitha kushtet që sa do të vinë nga Pogradeci i mban atje, se mëzovi gjithë qyteti, kur i thon fjalës. Edhe e rëndësishme Petrika është që të kemi atmosferë sportive dhe paqësore, jo me momente dhune dhe shpresoj që tifozëria korçare të kthehet edhe një herë në stadium. Edhe të shohim ndeshje. Kemi një numër i konsiderueshëm, pa jo se po themi sepse janë edhe temperaturat shumë të këqija, shumë të ftohta, nuk janë optimale, sepse po të ishte një kohë më mirë mbase edhe njerëzit do ta kishin më të thjeshtë për të shkuar në stadium. Por po si nuk e dëgjuam sot një tifoz jashtë Korçës. Nga jashtë Korçës, jo tifoz, po edhe ky që shkon gjithmonë aty ku ka tension ishte që është nga Tirana, që është nga Malishi, po shkon në Tiranë. Se ku ishte edhe në një episod tjetër ai. Kam qenë thoshte, jo kam qenë, më duket se ishte prapë në Fushkryj, ka qenë prapë ai, shkon shpesh aty rrezik. Do ishte interesante të na shpjegonte. Po ta dëgjoj, telefonoj dhe një herë po të jetë pak më vetë përmbajtur në mënyrë që të mos detyrohet regjia të ta mbyll telefonin, kështu që na merr dhe një herë dhe na sqaro dhe një herë. Sakto 5 minuta që kemi që mos shkojmë te Barcelona dhe Reali, e mbyllim me Skënderbeu. Në fakt mezi pres që ti të shkosh te Barcelona. Po më tregon, pse çau Flik? Kur po Fliku fitovi me Atletikon, ishte jam më parë. Pse çau ajo? Thjesht Flik, unë ndje keq, nuk e di unë tani pse çau Flik. Flik tifozi i Barcelonës duhet të dish. Njeriu më i lumtur në ndeshje. Çau nga gëzimi. Po, jo bre, kishte nuk i shkoi loja siç duhej sepse pati atë hallin e barazimit të ndeshjes, po që në ndeshjen me Atletikon u duk sikur Barcelona ishte tjetër Barcelona ajo që. Domethënë më dha pak ato impaktin e vitit të kaluar, presioni, domethënë 70 minuta Barcelona ka qenë në nivel maksimal, shumë të lartë, duhet kishte bërë 3-4 gola, vajti e la ndeshjen 2-1. Por i kthehet apo jo? Qefi ma ka shenjat u dhanë mbase por i kthehemi. Do duket në vazhdimsi. Po. Ti ke marrë sinjale pozitive. Po, mora sinjale, domethënë këto ishin sinjalet më pozitive që e mundën Atletikon me një thjeshtësi, pavarësisht se golat nuk hynë. Ishte një thjeshtësi dhe një lojë shumë e mirë ekip, presion për 70 minuta. Kjo është e rëndësishme. Domethënë presioni duhet faktikisht deri në 90, po aq përballojnë në pasardhë ty në zëndësime. Kështu 70 minuta Barcelona më ka kënaqur. Mercato ja hapet pas 25 Jo, Mercato aty kemi, po skemi të bëjmë ato, është borxhi sti japin me lek bankat, e kupton? Me këta. Jo, këta kemi, absolutisht. Edhe nëse ka ndonjë lojtar të lirë,
por në janar nuk paraqen nga këta me pa kontrata se kështu. Ose do një lojtar që mund të afrohet në shifra nën 5 milion euro. Nuk mund të ketë me. Tash themi më madh sportiv i javës ka qenë rikthimi i Sergio Ramosit në Europë, por konkretisht në Serie A, o te Interi o te Milani. Unë se kam dëgjuar këtë. Po e ke dëgjuar ti si tifoz italian që je dhe milanist. Ja, do me thënë vetëm Barcelona ti të mirë, pa këto të tjera ty s'ti interesojnë fare. Kjo më kish, në më dhe çuditshme si më ka shpëtuar. Sa është? 40 shkoi Sergio Ramos? Po pse Modric sa është 40. Edhe Ramos e mban një 6 mujosh për Milanin. E shpallin edhe një Milanin kampion. Kampion edhe ta mbyllin tamam. Po, në lojtar që ka luajtur një të gjithë, unë pavarësisht se ka qenë kundra Barcelonës dhe ka qenë lojtar që nuk e ka dashur Barcelonën, mua më ka pëlqyer, unë e kam simpatizuar si lojtar. Disa thonë që është ai mbrojtësi më i mirë në historinë e futbollit dhe jo Paolo Maldini. Jo, më këto janë të egzageruar tani. Po pse? Çfarë është një mbrojtës që ka bërë mbi 100 gola? Domethënë kjo e bën të veçantë. Po mirë, po nuk ka qenë kaq i saktë në mbrojtje jo. E nuk ka qenë kaq determinant, jo. Maldini, Nesta, këta të zi, domethënë e shikon Arsenalin sot, Arsenali fiton ndeshjet vetëm se ka një mbrojtje stabile, pa gabueshme, perfekte në çdo, po perfekte jo, po domethënë të saktë në çdo aspekt. Dhe po ja fiton kampionatin mbrojtja. Tash me Nesta dhe Maldinin e fitonin kampionatin mbrojtja, ndërsa Sergio Ramos ja fitonte Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema dhe me radhë. Pra, nuk ishte dhe nuk shënoni këta tre, pesonte 2. Ose pësonte një Reali, po pasi kishin bërë 3 këta. Dhe ndërkohë që tani të Arsenali ndodh që këta mbajnë kundërshtar në çdo aksion, rezistojnë dhe ju del goli Arsenalit. Dhe te Milani dhe te ekipet më përpara kanë qenë shumë të mirë. Pjesa mbrapa që nuk gabonte, jo si Barcelona që A3 fillon pastaj gati për të bërë 4, e kupton? Po. Kështu që Ramos nuk ka qenë determinant, ka qenë një lojtar okay që shënonte, por nuk është më i miri gjitha kohërave. Okej, mendimi jo, domun thjesht u ka lexuar në rrjet disa deklarata këto. Cannavaro, Puyol, qëndrojnë më lart se sa. Puyol s'është me Barcelona. Po jo mos ka lidhje s'është me Barcelona, ka qenë tjetër, domethënë ka qenë pak kur Ramos pse ka qenë më i mirë Puyol se Sergio Ramos? Unë mendoj se po, ishte lider i vërtetë. Tamam, tifozi e petit. Jo, unë mendoj se po. Ora je tifoz. Po ti e ke parë Puyol? Po jo, unë e kam parë shumë. Ti pse ma thua je tifoz? Ti kush mendon? Po Sergio Ramos, unë po të them, është në nivel me Maldini dhe me këta, ti thua Puyol tani. Po pse? Dhe more, po ta shpjegova mos zotri, po ta shpjegova. Puyol ka qenë mbrojtës shumë i mirë, po jo në nivelin e këtyre. Puyol ka mbajtur ekipin, jo ekipi Puyolin. Ndërsa këtu tash Puyol se Mascherano me Bale, me Benzema, me Cristiano Ronaldo, me Modric, me Toni Kroos, po vinte topin Sergio Ramos tash se të flasim atë çështë tani. Kaq determinant ishte Sergio Ramos. Sergio Ramos po, ishte determinant. Kur flet si tifoz. Se Atletico Madrid, të ndeshjen kundër Atletico Madrid në 2013 mos gaboj, aty i ka vënë pika mbi Ramos që pa atë gol, kush e di ku do të qera Ali sot. Kjo është ideja, nuk flas si tifozo jo. Unë kam patur qef po të them Ramosin. Unë kam patur qef, kam patur simpati për Ramosin. Por nuk është në nivelin e Maldini, Nesta, Beckenbauer edhe Puyol. E po tash do të dëgjoj ta fash. Okej, tani me që jemi tek thashë themet e Mercatos, në fakt kam lexuar gjithashtu edhe për një transferim të mundshëm të futbollistit, ndoshta të ta quaj të momentit te kombëtarja shqiptare, Arber Hoxha, ka disa oferta konkrete nga Anglia, por dhe nga Bundesliga gjermane. I ke edhe këto si jo, këtë për Hoxhën para kishte interesim nga klube gjermane, po momentalisht e shikoj të vështirë lëvizjen e Hoxhës. Po ti ke dëgjuar thashë themin më të madh që mund të ekzistojë. Etienne Tare kishte bërë gol dje me Tiranë. Super mo. Super Etienne Tare. Tash do ta marr Milani se mungon Santiago Jimenez. Jo, Milani s'e merr, po është një ish lojtar i Skënderbeut, ai dhe një djalë shumë i disiplinuar dhe shumë korrekt. Unë kisha fatin e takoja pothuajse çdo ditë kur ishte pjesë e Skënderbeut dhe ishte vërtet i disiplinuar. Më bëhet çfarë kur flet kështu si mik. Se më thua flet si tifoz, tani ti flet si mik. Jo, unë nuk po e përmend cilësitë e tij. Gjia vjen edhe një radhë të numrin të marrin këta kurçar telefon. Le të shikojmë disiplinën. Unë thash gjë për paraqitjet e tij. Jo, nuk them gjë për paraqitjet e tij në fushën e lojës. Thash ishte një djalë shumë korrekt. Jo, goli Etienne Tare kur ishte 6-1 loja, edhe Etienne Tare, si ishte shkrimi më, Etienne Tare, jo si biri i Glitares. E pra,
e tjentare super lojtar, e kupton. Po mirë mo, ai thjesht djali i ri të ketë suksese se duhet. Kalçeta. Tani më thuaj ndonjë thashë them të fundit sepse duhet jemi në limite. Jo më ja këtë, po them unë që do ta marr Milani se mungon Jimenez. Një futbollist shqiptar tjetër te Milani. Okej, mirë, shpresoj. Ta marrë të birin aty, hajde se po në 12 ndeshje një gol do ta bësh. Do ta bëj. Po. Okej, kemi ardhur në fund të emisionit thashë them me sport edhe për këtë të njëjtë. Tani shpresojmë që të paktën javën e ardhshme të mos flasim për ngjarje të shëmtuara si kjo e kësaj jave, si ndeshja shumë e rëndësishme me Ilirin, por të flasim për futbollin, për thashë themet, për merkaton, për gjithçka të bukur që ndodh me këtë lojë kaq të veçantë. Deri te njëjtën tjetër, mirupafshim.